Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka qenë i ftuar nderi në një nga eventet më të përfolura të kohëve të fundit, dasma e Alex Soros me Huma Abedin, e mbajtur në New York. Kjo ceremoni martesore ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare për shkak të profilit të lartë të të ftuarve, mes të cilëve u dallua edhe kreu i qeverisë shqiptare, i cili udhëtoi posaçërisht për këtë rast të veçantë. Alex Soros, djali i filantropit dhe miliarderit të njohur George Soros, prej kohësh është aktiv në çështje globale dhe politike përmes punës së tij në fondacionin Open Society. Huma Abedin, partnerja e tij dhe tani bashkëshortja, është një figurë e njohur në politikën amerikane, e lidhur prej vitesh me administratën demokratike dhe me personalitete të rëndësishme të skenës ndërkombëtare. Martesa e tyre shënoi bashkimin e dy emrave me ndikim të madh në skenën globale. Pjesëmarrja e Edi Ramës në këtë dasmë është komentuar gjerësisht si një dëshmi e lidhjeve të tij të forta me familjen Soros, në veçanti me George Soros, i cili prej dekadash ka ndikuar në çështje sociale dhe politike në vende të ndryshme përfshirë Shqipërinë. Marrëdhënia e tyre miqësore dhe bashkëpunimi ndër vite ka qenë shpesh objekt diskutimi në media, duke vënë në dukje rolin që Soros ka luajtur si mbështetës i reformave demokratike dhe i iniciativave për zhvillimin e institucioneve në vendin tonë. Në rrjetet sociale është publikuar një foto ku Alex Soros shihet i përqafuar me Edi Ramën, një imazh që përforcon raportin e ngushtë mes tyre. Kjo dalje publike në një ceremoni të tillë nuk është vetëm një gest personal, por edhe një sinjal i fuqishëm për marrëdhëniet që leadershipi shqiptar kultivon me qarqet ndërkombëtare me ndikim të lartë. Prania e Ramës në një dasmë të tillë është lecuar edhe si një formë diplomacie të butë që përforcon profilin ndërkombëtar të tij. Ndërsa pjesëmarrja në evenimente të tilla është një çështje që zakonisht trajtohet me kujdes në raport me detyrimet shtetërore. Në këtë rast, prezenca e Edi Ramës në dasmën e Alex Soros është interpretuar si një konfirmim i lidhjeve të hershme dhe të vazhdueshme me rrjete politike dhe filantropike globale. Rrjedhimisht, kjo vizitë mund të ketë ndikime më të gjera edhe në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare të Shqipërisë. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.